mund të them me shumë bindje dhe përgjegjësi që Kaçaniku do të shndrohet në kantier ndërtimi gjatë 4 viteve të ardhshme në mandatin tim të qeverisë. Kaçaniku do të ketë mbi 40 milion euro investime. Plani ynë për qeverisjen e ardhshme bazohet në këto fusha, pasi që fatkeqësisht në komunën e Kaçanikut për çerek shekull nuk kanë arrit me i zgjidh problemet elementare siç është furnizimi 24 orë me ujë të pijshëm, kanalizimet, deponitë e mbeturinave e shumë të tjera. Plani ynë bazohet në zhvillimin ekonomik, parkun industrial i cili do të ndërtohet në hyrje të autostradës dhe do të mundsoj bizneseve të koncentrohen aty dhe ta kenë kyçen më të lehtë për autostradët për të qarkulluar në vendet të tjera të Kosovës dhe po ashtu jashtë vendit. Kuadër kësaj zhvillimit ekonomik, investime në turizmin malor, fatkeqësisht fillimisht duhet t'i bëjmë rrugët për ta mundsuar agroturizmin dhe turizmin malor, ndërsa në infrastrukturë mund të them me shumë bindje dhe përgjegjësi që Kaçaniku do të shndrohet në kantier ndërtimi gjatë 4 viteve të ardhshme në mandatin tim të qeverisë. Kemi premtuar dhe premtojmë edhe këtu në këtë media që Kaçaniku do të ketë mbi 40 milion euro investime gjatë mandatit tim të qeverisë. Në arsim do të ndërtojmë shkollën fillore Minduraku, Ali Aslani në Dogonaj, 3 qerdhe dhe 1 objekt do të adaptojmë për qerdhe. Në shëndetësi, fillimisht duhet merrem me parandalim, pra me furnizim ujë të pijes, largimin e deponive të mbeturinave, kanalizimeve, 24 orë laboratorin, barna për pensionist, shërbime paliative 24 orë dhe laborator 24 orë i cili aktualisht funksionon vetëm 4 orë në ditë. Në kulturin dhe sport, ndërtimin e stadiumit të qytetit dhe një fushë ndihmëse për stërvitje. Faleminderit.